Merrni frym thellë. E mbaroj. Kjo është dita kur 3 shenjat të zodiakut lën pas të keqen dhe fillojnë jetën e re. Një kapitull i vjetër mbyllet. Mos e humbni këtë moment të fuqishëm të transformimit. Zbuloni menjëherë si të bëni realitet këtë fillim të ri. Mirë se erdhët në mbrëmjen e çlirimit. Energjia e së enjtes po kulmon me një forcë të jashtëzakonshme për të mbyllur ciklet e vjetra dhe për të filluar jetën nga e para. Kjo është dita kur yjet bashkohen për t'ju dhënë lejen për të lënë pas atë që ju ka mbajtur peng, një marrëdhënie toksike, një stres financiar apo një zakon që ju ka dëmtuar. 3 shenja specifike do të ndjejnë këtë ndryshim më thellë se kushdo tjetër. Do të ndjeni një dëshirë të fortë për të shkëputur dhe për të marrë vendime të guximshme që shënojnë një fillim të ri. Ky moment është dhuratë nga universi. Mos u trembni nga hapësira boshe që do të krijohet pas largimit të së keqes, sepse ajo do të mbushet shpejt me bekim. Le të zbulojmë menjëherë cilat janë këto shenja dhe çfarë duhet të bëni për të filluar jetën tuaj të re sot. Dashi. Për ju, lënia pas së keqes lidhet me një konflikt të vjetër profesional ose një betejë për autoritet. Keni qenë në luftë me dikë që ka penguar përparimin tuaj dhe më në fund, sot vjen çlirimi. Kjo mund të jetë zgjidhja përfundimtare e një mosmarrëveshjeje ligjore, largimi i një bashkëpunëtori toksik, ose thjesht vendimi juaj për të mos i dhënë më energji këtij konflikti. Fillon jeta juaj e re me një ndjenjë të re të lirisë profesionale. Tani mund të ndiqni idetë tuaja pa u ndalur. Yjet ju kërkojnë të merrni vendime të guximshme, sidomos në orët e vona të mbrëmjes. Mos e humbni kohën tuaj duke u ndier fajtor për atë që ka ndodhur, fokusohuni te e ardhmja. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Mos kini frikë të shfaqni emocionet tuaja. Binjakët. Lënia pas së keqes për ju lidhet me shkputjen nga një zakon i keq komunikimi ose nga një marrëdhënie e stërzgjatur dhe e lodhshme. Keni qenë duke shpenzuar energji duke u përpjekur të kënaqni të gjithë dhe sot ju do të ndjeni një nevojë të fortë për të vendosur kufi të qartë. Fillon jeta juaj e re me një ndjenjë të re të qartësisë mendore dhe shpirtërore. Kjo mund të jetë një vendim i papritur për të ndryshuar ambientin, për të ndërprerë kontaktin me njerëzit toksik ose për të filluar një hobi të ri që ju sjell lumturi. Yjet ju kërkojnë të ndiqni intuitën tuaj dhe të mos kini frikë të bëni gjëra ndryshe. Ky moment është një dëshmi që ju mund të arrini çdo gjë që keni vendosur në mendje. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Jini i kujdesshëm me atë që postoni në rrjetet sociale, pasi një mesazh i keq interpretuar mund t'ju dëmtojë. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Daforja. Për ju, lënia pas së keqes lidhet me një barë emocionale të rëndë ose një situatë familjare të vjetër që ju ka mbajtur peng. Keni mbajtur një peshë që nuk është e juaja dhe sot, më në fund, do të ndjeni çlirimin. Kjo mund të jetë një vendim për të falur dikë, për të lënë pas një humbje të vjetër, ose për të ndryshuar ambientin e shtëpisë tuaj. Fillon jeta juaj e re me një ndjenjë të re të paqes dhe sigurisë emocionale. Tani mund të fokusoheni te lumturia juaj. Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të mos u shmangeni ofertave të reja. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Mos u fokusoni te rrugët e vështira. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Mësoni të merrni frym thellë dhe t'i besoni lidhjes suaj. Për gëzime, ju e meritoni këtë fillim të ri. Kjo është dita kur e keqja mbetet pas dhe rruga drejt fatit është e hapur. Mos u ktheni pas. Universi po ju udhëheq drejt një të ardhmeje më të lumtur dhe më të lirë. E mbaroj? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni shkurtimisht se cilin zakon marrëdhënie do të lini pas sot. Angazhimi juaj e thellon magnetin e fatit. Shpërndajeni këtë moment çlirimi.
Ju lutemi, ndajeni këtë video me çdo person që ka nevojë të fillojë jetën nga e para. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla çlirimi dhe të ndryshoni fatin tuaj, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilën.